friends, welcome back and happy Saturday. Today it's 1st August and we started August vlog and dhe kështu. Okay, ja kemi këtu and for 1st August first vlog it's a Summer Home Tour 2026. Kështu që pa humbur kohë po fillojmë, kemi edhe pakës diçka në qytet, dhe kështu që për ditëshmëri dhe do të vazhdojmë t'ju tregojmë se si kemi rregulluar për this year for summer, dhe kështu që pa humbur kohë po fillojmë edhe të shohim së pari në qytet e pastaj Summer Home Tour. Okej, ja ku jam këtu përsëri te parku, kemi fillu videot pra normale tani në august edhe kështu që jemi te parku ju tregua edhe një herë parku është akoma në verë dhe nuk kam fillu akoma vyshkja e gjithëve, kështu që ja ku janë dhe ja ku jam edhe në këtu dhe do të vazhdojmë kur të kthehemi në shtëpi të bëjmë edhe Summer Home Tour in August për ta parë se çfarë kemi. Kështu që të shohim. Do t'ju tregoj tash edhe qiellin si është i kaltërt. Shiko sa është vera, nuk mund ta shohim mirë, por pa e shohim kështu është i gjithë i kaltërt. Blue sky, koha mirë, edhe këmbë. Shiko edhe është koha e mirë, është gjelbërt janë të gjitha këto gjethet, akoma nuk kemi diçka dhe është bukur. Ja ku fillojmë me tavolinën jashtë këtu në balkon, për këtë vit i kam këtu këtë lullin këtu edhe këtu qështët, e kam këtë shtëpin të cilën po ndis qiriun këtu. Dhe e kom vendos me të kuqe. Pastaj kam këtu lule të cilat shiko sa bukur, janë ngjallëruar, e kam këtu një lloj, i kam 1, 2 dhe 3 lloje, e kam këtu 1 edhe 2 lloje të bukura të luleve këtu, fantastike përsëritja me të kuqe, me të bardhë, sikurse kjo këtu që është me të kuqe, me të bardhë, edhe kjo këtu. Për këtë vit televizori këtu e kam vetëm qëto, e kam lën këtu edhe ja kom vendosën qëto qështët, bukur përin dhe me të gjelbërt greeni dhe kjo saksi bukur përin shumë super. Kurse këndej e kam vetëm lampën, të cilën nuk e kam largu dhe nuk mundem tani se po e ndezim, kështu si dhe që tu kam vendos këtu lulet kështët dhe kjo këtu, kështu që kështët është e televizori për këtë vit, nuk ka asgjë diçka ndryshe. Sa i përket këtu te salloni, një herë tavolinën e kafës për këtë vit është kështët me këto dyja si me blu, e kam qito edhe shiko e kam ble qito për qiri dhe gjatë që nga pranvera jam nga e vendos, shiko se sa e bukur kjo tamam verore, e kaltërt, blu, edhe qito i kam gjatë gjithë kohës të cilat po m'pëlqejnë shumë. Në këtë pjesën këtu e kam këto, kështu, qito e kam ble për këtë vit, dhe e kam vendos me blu, me kaltër, kështu për shembull për mu për shtatë, për shkak se kam ma tepër të kaltërt. Qito e kam vendosën qito qështët, jashtë e kam vendosë qitvar zogun, hapshe, edhe këtu e kam vendosë zemrën. Kështu që është zemra me këtu të gjelbërta këtu dhe zogu jashtë. Dielli i cili ka hy brenda këtu kështu dhe është mëngjezi kur po ju tregoj, nuk ka këtu asgjë tjetër, por do të vim këtu tek tavolina e bukës për këtë vit është qështët blu. Shikoj kam një kohë të gjatë këtu, i kemi përdor, nuk kam mbet edhe shumë sa për t'i kaluar edhe
verën edhe në ditë, që kjo është e bukur shumë, fantastike, kom vendos tamam për verës tani. Shiko se sa e bukur është, fantastike, dhe ku janë këtu blu këtu, të cilat përin fantastike, bukur o mirë. Edhe qëto, për this year e kam ble këto, është e re, shiko se sa bukur, dhe më tani ka pasën edhe bombone mbrenda, por shiko se sa bukur është edhe kjo, është e ngjashme me këto, shiko, dhe e bukur fantastike. Për këtë vit kam gjona të bukura verore. Dhe ja ku jemi këtu te kuzhina, e cila është që kjo, me kom vendosën qëto, yllin këtu, dhe ja ku është edhe një këtu me lemon dekor, të cilën e kom vendosë kështu të është. Për këtë vit fantastike, për duket mirë shumë. Të tjera saloni këtu e kom vendosë që një kohë të gjatë këta, dhe tani kur të vjen fall, bëj change, por për summer, kjo këtu. Jemi në koridor, te koridori këtu, dhe shiko se edhe për këtë vit është kështu. Kam vendosur një guask, e kom vendos një guask pjat, e kom vendos të me të gjelbërt, apshe greeni, e kom vendos qëto greeni me këtë pjesën këtu, dhe që kjo qëtu është e bukur fantastike, me libër për komplet. Kurse këtu është lampa e bukur e mirë, me këtë mbulesën jaguaska, e bukur e mirë e madhe këtu, si dhe jaguaska tjetër këtu, e cila është fantastike dhe për e bukur qështët edhe bukur. E njëjta është knena, por është një guask më e madhe për summer, qështu shko sa bukur tani krejt me guaska këtu, libri një guask tjetër, dhe si vjeti kemi me guaska, kështët edhe këtu kështët, qëtu i kemi dy zoj, fantastike bukur porin, edhe qëtu i kemi një shport, këtu, dhe i kemi një shport me guaska plot, me fantazi, kështu të cilë porin, dhe e kom mbush me një yll të detit atë, dhe kështët. Kurse këtu tek hyrja e derës e kom vendos qëto, e cila, këti pse kështu është qaravish, edhe qëtu e kom vendosën këtë flutrën, butterfly, është bukur fantastike e mirë, si dhe këtu e kom vendosë qëtë magjistarin këtu, është karin gjatë gjithë verës, këtu është duke qëndruar kë magjistari këtu, dhe e bukur përën. Jemi në dhomën e prindërve të mi, dhe unë gjatë verës nuk bëj shumë dekore, për pas qësoj që e kom vendosë qëtu me flower, dhe shiko se sa bukur rinjë gjatë nga pranvera e deri tek vjeshta. Por edhe qëtu të prindit e mi është që këtu lule qëtu të cilët i kam vendos ka një kohë të gjatë, dhe i kam lënë gjatë këtu për mene, me këtë vaznën e bukur këtu, dhe fantastike rinjë këtu, dhe kështu që vera, pranvera me lule. Jemi këtu në banjë, dhe këtu prapa derës, kjo është që një kohë të gjatë që nga pranvera, dhe ja ku është kjo këtu, kështu e dekoruar. Kjo është këtu e dekoruar që një kohë të gjatë për nga pranvera dhe tani vera, kështu që ja ku është dhe kjo dek maqina këtu, një dekor i bukur kështu. Edhe kjo tjetra këtu nga të pasqyrës është kështu të greeni, dhe më thonë, gjatë gjithë verës është greeni. Edhe kjo greeni këtu, nuk e dhja do të amandë një për fall tani, për ta dekoru, dhe po është e bukur. Edhe kjo këtu, ja ku është edhe kjo greeni këtu, të se fantastike lule përin këtu. Si dhe ja ku është edhe kjo këtu greeni fantastike bukur.
Këto janë 3 copa qështu që sa bukur, mirë, shumë mirë. Së pari po të më tregu këtë të dera dhe sirë nuk kom vendos asgjë për shkak se nuk kisha qa me vendosën, nuk disha qa me vendosë, kështu që e kam lënë vetëm me këto 2 bird, kështu fantastike po duket edhe qështu dhe pastaj që tu është tek dollapi, që tu jam vetëm gjithmonë që tu, që kam vendos vetëm një flutër kështu dhe normali dekor, që cilën janë këtu dhe nuk ka asgjë. Vazhdojmë tani këtu me këtë shiritin këtu dhe ja ku është edhe këtu një butterfly, nuk ka bird, po është butterfly, kështu që qështët edhe si vjetë qështët. Këtu nuk kam asgjë, por as këtu nuk kam asgjë, edhe kam qështët, me mbulesën e bardhë, kjo e gjelbër, qështu, e kam pas fletorën këtu, nuk e di pse s'pe vendosi qatë fletore, duna qëtu, edhe kom këto me këtë qështët, ananas, edhe kështët bukur. Qëtu, u do me galëzu qështët, e kom vendosë qëtu fleta qështët, shiko se sa bukur, sa mirë, dhe është tamam kështët summer mirë, ja ku është edhe këtu kjo normally decor edhe për this year, shiko shtrati im është kështët, in august, me këtu kështët, edhe this year është me këto si gjelbër, si deti, si, edhe me këtë kaltërt, ose si gjelbërt qil, edhe ja ku është kjo, me lule, me palma, me këtu fleta gjithë dhe bukurën, edhe shtrati im, kështët komplet edhe mirë, me këtë pjesën këto. Qatë nalt është qështët, ja qështët po du me ju kalëzu, qështët është qëtë, nuk ka kur gjë për summer nothing, vetëm qështët, është qëtë një butterfly tjetër qëtë, edhe dritat në qështët, apshe, dritat e vendosën, edhe ja ku është qështët, kjo është për Wiqi, qëtë më duket bukur qëtë të gjelbërtat, edhe qëtu, shiko se si e kam kështët, këtu, kështu, edhe qështët, okej, kjo është normally, është altari, shiko, edhe këtu është normali altari, nuk ka asgjë për summer, vetëm është kështët, wiqi, dekor, kjo është këtu, kjo është Gryffindor, kurse këtu është, s'po me dita është kjo si është, edhe këtu është Slytherin, ja shiko si është këtu, ja shiko si është kështu, qështu, edhe ja si është këtu, qështët, së bashku, tash qëto apëshe, qështu, që kjo është si normally decor, që qëtu është, edhe hëna normally një butterfly tjetër, edhe që kjo është për summer qëtu, edhe shiko. Tu i kom këtu normally decor, kështu edhe këtu qëta e kom vendos, qështu, shiko, normally decor për witch decor, qëtu është një butterfly, another, qështu, edhe këtu është normally decor, okej, qështu, përse të dira s'ka asgjë, edhe another butterfly këtu, shko sa bukur kjo butterfly, edhe qëtu, e kom qëto që e kom vendosën, edhe ja ku është dhoma ime, qështu, dhe kështu të pra.
Kjo pra është dekori të cilën nuk kemi bërë shumë si vjetë dhe nuk i kemi nxjerrë shumë gjëra të verës për shkak se kemi edhe Witchy dekor, kështu që kaq për këtë verë e ndoshta another summer i bëm gjëra të tjera. Me 2 August edhe 3 August jemi në deti, si vacation, edhe pa humbur kohë do të fillojmë. Me August another, kështu që i kemi përfunduar ato me my witchy life video just in July and August tani normally decor. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj vite të parë të augustit. Gjithë ju që pëlqen vitin e bëni like, bëni subscribe për patë që ta vitin e në kanalin tim Lifestyle. Bye bye and see you next video.